Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kanë mbetur vetëm 4 finalistët. Në këtë edicion janë Selina, Mateo, Miri dhe Rogerti. Ky fundit ka eskaluar pasi u shpall finalist duke u përplasur me të gjithë banorët. Ai së fundmi pati një debat të ashpër me Selinën, ku ka përfshirë dhe familjen e banores. Nëna jote nuk të ka mësuar edukatën, ndoshta që nuk i ka pasur burrin në shtëpi, ju drejtua ai. Kjo ka bërë që të ketë një reagim të ashpër nga ana e saj duke i thënë: "Turp të kesh." Rogerti që nga fillimi ka hedhur akuzën ndaj Selinë duke ofenduar edhe familjen. Gjatë diskutimit, Selina akuzoi Rogertin me fjalë fyese, duke cilësuar si person të papërshtatshëm në sjellje ndaj femrave. Nga ana tjetër, Rogerti reagoi duke akuzuar atë për deklarata ofenduese ndaj grupeve të caktuara dhe duke vënë në pikpyetje mënyrën e saj të lojës në shtëpi. Debati vijoi me shkëmbime të vazhdueshme akuzash, ku dy banorët ngritën zërin dhe përdorën gjuhë të ashpër ndaj njëri tjetrit. Rogerti pretendoi se sjellja e Selinës kishte qenë fyese të mëherët, ndërsa